Në rendin e ditës shumë projekt ligjeve, në këtë rast mund të kemi 15, ndoshta më shumë, të gjitha shumë të rëndësishme për sektor jetik të vendit, për të debatuar në një seancë vetme. Kjo heq edhe seriozitetin e debatit, zbraz dhe argumentat, dhe e bën të pamundur çështje shumë të rëndësishme, dhe do të marr vetëm një shembull këtu që është projekt ligji që ju keni futur në rendin e ditës, që është për përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesve, për të debatuar siç duhet dhe për të informuar opinionin publik se çfarë pritet për këtij projekt ligji. Ju keni kaluar me forcën e kartonave duke eliminuar çdo debat projekt ligjin kuadër për menaxhimin e mbetjeve. Tashmë është ligji i menaxhimit integruar të mbetjeve. Atë e kaluat dhe nuk u dha asnjë sqarim për shqiptarëve se çfarë u bë me 420 milionë euro të 3 inceneratorëve që nuk ekzistojnë. Se çfarë bëhet dhe çfarë u bë me taksat e shqiptarëve, me këtë pasuri të pafundme, ku avulluan 420 milionë euro dhe kush përfitoi për këtyre. Dhe pas 12 vitesh, pasi keni ndryshuar 180 gradë strategjinë dhe u kujtuat më në fund të përmendni direktivat kuadër të Bashkimit Evropian dhe riciklimin dhe gjithë parimet tjera, të cilët ishin sankcionuar në strategjinë e qeverisë Partisë Demokratike, që është vitin 2013, edhe këtë projekt ligj që është shumë i rëndësishëm për komunitetin e biznesit, për pushtetin qendror dhe për pushtetin vendor, e keni futur në ditë dhe kush i di kur i bie radha për të diskutuar. Është absolutisht, zoti kryetar, e nevojshme që ky projekt ligj të ridiskutohet dhe të kemi një seancë të tërë për të diskutuar këtë gjë, sepse pesha mbi pushtetin vendor, mbi komunitetin e biznesit, mbi taksat e familjarëve ka për të qenë shumë e madhe. Dhe shqiptarët duhet të informohen që të gjithë se çfarë i pret me këtë kuadër të ri rregullator. Ju e bënin emër të parafrimit me BE-n, por ju them që këto të gjitha ligjet me një shpejtësi marramendse në emër të parafrimit me BE-n, që i gatuani si petullat dhe i servirin çdo seancë, këto kanë një kosto shumë të madhe për Shqipërinë, për ekonominë edhe për shqiptarët. Dhe nuk mundet dot që kuvendi të eci me këtë ritëm pa marrë parasysh rolin bazë që ka kuvendi, që është transparenca dhe informimi i publikut dhe njoftimi i gjithë palëve të interesuara se cila është arsyeja e një sipërmarrje, një propozimi ligjor. Prandaj ju lutem zoti drejtues, zoti kryetari i kuvendit, hidheni propozimin tim për ta hequr nga rendi ditës projekt ligjin për përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesve, sepse historia e mbetjeve, e hajdutrisë 420 milionë euro dhe çfarë pret biznesin shqiptar dhe kush janë taksat që do rriten për familjarët shqiptar meriton një seancë të tërë debati. Faleminderit.